ndajmë këtë. Po jo, për fjala guilty, Po pra, është fajtor. jo për vendosjen e mina, për pasjen djeni për vendosjen e minave. Për pasjen djeni për vendosjen e minave, të cilat shkaktuan 42 të vrarë dhe 44 plagosur. Tani, trupi gjykues nga ishin? Ishin vende të ndryshme, 2 veta nuk kanë qenë dakord me Rusi, një sovjetike dhe një gjyqtar tjetër, por në përgjithësi me... Kishte dhe rusë? Po, dhe është e përcaktuar... Azevedo? Sa veta vendosën... Sumo, këtë duhet të jetë japonez? Ka japonez, Filipinas, Amerika Latine, ka që nuk gjëndë... Sa është, a ishte trupe kryetari i grupit... Do më pas ka qenë 15 antar? 15 antar. 15 antar. 16. Me atë kryetari 16. Në gjykat u vendos... Si doli votimi? Me shumicë, gjithmonë. Po sa? Sa me sa? Për shumë, vendimi i dytë është 12 me... Jo, vendimi i parë, Shqipëria guilty. Nuk duhet ta shikoj. Okej, po me shumicë. Me shumicë vote. Do Shqipëria guilty. Po. Tani, dhe guilty, cilët ishte dënimi? Parasysh guilty përgjegjëse. Duhet ai që fjalën guilty. Nuk e ka guilty. Përgjegjëse, responsible. Responsible, ë? Sepse dhe pyetja thotë, a është për Shqipëria përgjegjëse? Responsible. Atëre, dhe me çfarë dënua Shqipëria? Dhe nuk u dënua. Këtu vetëm mbajti përgjegjësinë, u bën një gjyq tjetër. Gjyqi tjetër, pastaj detyronte Shqipërinë t'i kthente 850.000 sterlina t'ia jepte Britanisë për dëmet e shkaktuara. Dëmet e shkaktuara si? Vetëm për anijen apo? Për anijen dhe për njerëzit. Dëmshpërblim për humbjen e jetës. Për humbjen dëmit e anijen dhe humbjen e jetës. Ky ishte, po pse u bë ky? Sepse gjyqi i parë nuk ishte për dëmshpërblim. Ishte vetëm për të sqaruar, pyetjet nuk e përfshin dëmshpërblimin. Atëre, gjyqi i dytë ishte për dëmshpërblim. Mbi bazë kujt u përcaktua ky dëmshpërblim? Si? Mbi bazë llogaritje, ka llogaritje. Britanikët paraqisin llogaritjet. Po çfarë llogaritje aty vdiqën ndërsa mi për çdo njeri sa duhet shkoj, jetën e njerëzve nuk e kthen dot, po një sasi sa ishte dëmi i anijeve, sa duhet për riparimin e tyre. Enver Hoxha, qeveria shqiptare e kundërshtoi, nuk ndërmori asnjë veprim. Nuk çoi në apel në këto veprime. Nuk mund të bëj, nuk ka apel, por aty ka vetëm një gjë, nëse sot ka apel. Atëherë s'kisha apel? Jo, nuk ka sot. Jo ka, gjykata Agës këta tu çekës atje. Jo, është tjetër gjykatë speciale, është speciale e Kosovës. Por vendodhja ka në Hag. Thelbi është që këtë gjykat mundet ta çosh përsëri çështjen brenda 10 vjetëve nëse ke prova. Pra ne nëse do kishim urdhrin operacional brenda 10 vjetëve nga data 9 prill 1949 mund ta çonin përsëri. Se tani nuk kemi të drejtën ta çosh. Është mbyllur çështja. Po ti për çfarë ke që duhet hapet, ti kështu ke thënë duhet hapet përsëri? Po tani kur them duhet hapet nga pikpamja morale duhet trajtuar çështja. Nga pikpamja historike, pra dhe duhet një lloj, por që çështja është e mbyllur përfundimisht nga pikpamja juridike. Ja, nëse është e mundur regjia, ja ky është libri. I holl është kështu, po ka fakte kështu të përvëllojnëse janë, ja dhe kjo. Tani, Shqipëria e refuzoi. Çfarë bën britanikët? Mbajtën arin. Por ku kishin këtë se kam kuptuar. Ari është marrë, shiko, nga Gjerman. Është marrë nga Gjerman dhe ka qenë në Rom, dhe është marrë në Rom Ari. Si shkojnë në Rom? Kur futën forcat britanike që pushtuan Italinë, duket atje kanë marrë Arin. E kanë marrë në Rom. Po jo, pse Ari ynë ishte në Rom? Po sepse e kishin marrë Gjermanët para largimit. Nga banka? Po nga banka dhe çuan. Po, dhe çuan në Rom. Dhe në Rom e kapën britanikët, e morën, ai ishte identifikueshëm. Dhe ngelin në Britani. Duhet kthehen brapa, nuk u kthye për shkak të 50 vjet nuk u kthye, ha? Jo, është kthyer biles përfundimisht pagesa jon ka mbaruar në vitin 1998 e fundit. Pagesa kujt? 850.000 sterlinave që vajte. Do ne ja paguam, do për gjithë ata që ta ndjekin. Si u zgjidh kjo çështje? U rrëzuar regjimi komunist? Ne kemi paguar, ka vajte. Jo, u rrëzuar regjimi komunist, Enver Hoxha nuk bëte pagesë. Jo, ai nuk bëri asnjë veprim. Po? Nuk e njohë